Thuaj se disa njerëz, edhe kur vdisnin, nuk e gjenin kur paqen. Ata ktheheshin natën, si lugat, hijet e errta që trokasin në derë dhe thërasi me zë të njohur. Nëse u përgjigjeshe, sëmureshe. Dhe pas pak ditësh, vdisje edhe ti. Në shumë fshatra të vjetër shqiptar, kur dikush kishte jetuar me mëkat, njerëzit s'flinin natën e varrimit. Vendosni një pasqyrë mbi varr, që lugati të shihte veten dhe të mos kthehej më. Thuaj se lugati nuk mund të hynte në shtëpi nëse dikush linte një thik nën jastëk apo një cop hekuri te dera. E megjithatë, ka rrëfime që thonë se, në disa net pa hënë, dëgjoi trokitja e tij 3 herë, gjithmonë 3. Dhe kush dëgjonte atë trokitje, se kalonte kur më një natë të qetë. Disa të moshuar tregojnë se kanë parë një hije që kalonte me zvarreve, e lëvizte si erë, e s'dëgjohej kur. A ishte vërtet lugat apo ndërgjegja e atyre që nuk flen kur në paqe?